besoj nashta nuk gaboj, dikon nashta 7-18 herë kom apliku, për çdo herë që i kanë shpall këto shpalljet për ndërtim, rindërtim, mirë po asnjëherë nuk kom ardhur në mirëbesim me ta që më ma rindërtu shtëpinë. Unë kom pas ofertën për me shit këtë shtëpi. Sa t'i kanë ofru për me shit? Me kanë ofru 186.000 euro, kur nuk e shes. Edhe pse edhe familjarët edhe shumë tjerë më kanë akuzu pse nuk për i merë pare, se me që ato pare ke mujt me ndërtu 3 copa që sa ma ndejnë jog. Ka pas raste kur shpinë, a i ka qenë të jetu këtu, për e ka pas shpinë e dopt, ja kanë rënu shpinë, ja kanë ndërtu trenë. A këtu që kanë qenë djegora, janë met e ndër djegora. Unë jam Gjilazim Peci, për ndryshe jam banor i lagjes Kodra Minatorve. Qysh prej shtëpive e para që unë ndesë këto, si pas bisedave ty në banorve, ka qenë shtëpia ime, se ka qenë si simbol në këtë pjesë, edhe e para shtëpi që është djeg ka qenë kjo. Prej 2002-ës, mandej janë akthy prej diasporës, edhe kom kërku që kjo shtëpi me u rindërtu. Muna besoj, nashta nuk gaboj, dikon nashta 7-18 herë kom apliku, për çdo herë që i kanë shpall këto shpalljet për ndërtim, rindërtim, mirë po asnjëherë nuk kom ardhur në mirëbesim me ta që më ma rindërtu shtëpinë. Atëherë kur ishte afera që qeveria serbe blejke shtëpi, unë e kom pas ofertën për me shit këtë shtëpi. Sa t'i kanë ofru për me shit? Me kanë ofru 186.000 euro, me kusht që 6.000 euro me jau jep atyne, a 180 me i marë. Qa ju ke thonë ti? Unë ju kom thonë jo, kur nuk e shes. Edhe pse edhe familjarët edhe shumë tjerë më kanë akuzu pse nuk për i merë pare, se me që ato pare ke mujt me ndërtu 3 copa që sa ma ndejnë jog. Mirë po kur nuk kom desh me shit. Edhe pse ne kemi 3 shtëpia, edhe djemët, edhe krej i kena, edhe jemi 3 shtëpi të gjithë në veri. Që këto në lagje teme ku jam une, që këto rrenë janë dikon 12-13 shtëpi në qatë ko që jenë shit. I kanë shit shqiptarë? Po, i kanë shit shqiptarë qeverisë Sërbisë. One nuk kom desh me shit. Edhe o duf me qeni privilegjum që më mdemu. Mirë po, kur nuk e kam pa të arsyshme që këtë shtëpi si simbol që ka qenë këtë lagje. A këni apliku dhe kohën e fundit? Po. Se kanë qenë disa thirrje, a këni apliku dhe që ka ndu? Po, kohën e fundit janë shpall 5 herë oferta për ndërtim. E para ka qenë për rindërtim, e dyta, e treta, e katërta, e pesta ka qenë për ndërtim. Në të gjitha kom apliku. Mirë po nuk kom hasë përsëri në mirë kuptim të ata që kjo shtëpi, edhe pse është simbol për këtë pjesë, nuk kom hasë në pëlqim për tyne që me rindërtu. A ka naj shtëpi që është rindërtu në qitë lagjen e juve? Po, tash së fundmi? Po, ka dikon janë, besoj që janë dikon 2-13 që janë rindërtu, që janë ndërtu. Për ndryshe rindërtimi u bon lagjen kryen e vitakut, edhe atje ja u kanë rindërtu krejtve ato shtëpia që kanë qenë atje, a lagjen tonë këto nuk e kanë marë parasysh. Unë kisha apelu për shembull çdo njeri që është i vetëdijshëm për një pronë, për shembull kaq e madhe që jam dëmtu pa fajin tim, për shembull gjatë luftës, edhe shteti, edhe të gjithë tjerë të shduf më angazhu që këtu ka shumë shtëpi djegora, që i shduft për shembull këta njerëz me i kthy, me jetu këtu. Po këta për shembull ka pas raste kur shtëpinë, ai ka qenë të jetu këtu, po e ka pas shtëpinë e dopt, ja kanë rënu shtëpinë, ja kanë ndërtu trenë. A këto që kanë qenë djegora janë met ende djegora.
A që këthyti me jetu nëse ishë Normal. ndërtu shtëpia? Normal se kë vend në start atër kër e kom marru, më ka pëlqy pa mas, është ambienti mirë, qetësia është të gjitha, normal që isha këthy. Edhe që për shembull nëse më vjen në herë kushtet, që me i bo kushtet tonë vetë, përsëri kom me rindërtu, kom me bo vetë, mirë po nuk është arsyeja që unë për shembull kur shteti ka mundësi njerëzve që janë dëmtu gjatë luftës me ju ndihmu, ish duft për një me ju ndihmu, sidomos pjesës veriore. I ki edhe letrat e shtetit sloven, apo? Edhe prap po zgjedh në orë me jetu këto. Po që ne kemi qenë në Sloveni deri 2002-ën. Në 2002-ën kemi vendosur me u kthy përsëri në vendin tonë. Po kur jena kthy, i kena pas 2 shtëpia të kallta. Edhe këto, edhe në lagjen e Bosnjakëve. Edhe kom qeni detyruar që vetë shtëpinë që e kom lagjen e Bosnjakëve vetë me rindërtu, edhe jam kthy në veri në kohën 2002-ën kur ka qenë ende luftë. Ende ka qenë në veri luftë, për çdo natë ka qenë bombardime, ka qenë bomba, ka bërë krejt, po jam kthy. I kom lënë krejt edhe pse kom pas biznes në Sloveni krejt, po kena vendosur më kthy. Edhe krejt pasunin që e kom pas Sloveni, unë e kom pru këtu në Kosovë, edhe e kom bo investimet këtu që më kthy në vendin tem. Edhe ajo ish duft me ndiku se nëse dikush vjen prej diasporës, kthehet për me investu këtu, për me jetu këtu, edhe shteti ish duft ma tepër për shembull më interesu edhe për këta njerëz që me ju jep privilegje që me mujt me përparu ma tepër me investu këtu në Kosovë. Ka mundësit me shku në Sloveni, edhe krejt familja në jena shteta sloven, të gjithë, krejt. Dikon në sa 6, 7, 8, 9, 12 vetë, na i kena krejt shtetësin Slovene. Edhe i ka mundësit kur du më shku edhe me punu atje, edhe me jetu mirë, po unë e kon zgjedh une, edhe djemë të mi, familja jeme e kena zgjedh përsëri që me bo jetën në vendin tonë në Kosovë.